Okej. Atëre, doktor, një pyetje të shpejtë që e prenova pak Agim Baçin ta përmente. Kjo lloj betejë, me gjithë problemin në nivel makro, pra vota, manipulimi, Edi Rama etj, ka sjell një betejë të brendshme brenda llojit. Sot, Adriana Kalaja, kandidate në Tiranë, një nga avokatët më të zëshme tuaja, të familjes tuaj, të çështjeve që ju keni me drejtësinë, e ka quajtur Jorita Tabakun sudja e PD-s, që i ka fituar votat preferenciale me parat e oligarkëve pranë Edi Ramës. A keni një koment për këtë? Komenti më shky. Jorita Tabaku është sot deputetja më e votuar e Partisë Demokratike dhe unë nuk kam absolutisht asnjë të dhënë për atë që thotë zonja Kalaja. Unë mendoj se çdo njeri, cili do qoftë, para se të bëjë një akuzë publike, do të paraqes fakte dhe dokumenta. Unë nuk kam di, dhe me që jam këtu, ta them atë. Ajo është dhe kryetare e gjykatës së partisë. Ka përgjegjësi goxha të madhe në deklaratë. Ka shpreh një mendim të vetin, unë s'kam, unë po them, di që Jorita Tabaku ka bërë fushat ndër më intensivet që mund të ketë bërë kush. Dhe me qenë se jemi këtu, Ilir Ali Mehmeti dhe Jorita Tabaku u votuan shumë. Jeni penduar që nuk i latë listët hapura dhe nuk respektuat atë që votu në primare në çdo qytet? Nuk i latë në listë mbyllur, se në hapur ishin. Jo, nuk i latë të gjithë listat hapura, apo këta të më të votuar e të linin listët mbyllur? Tani. Sepse janë dy që treguan që politika konfliktit, më thënë, nuk vlerësohet shumë, politika e qetë që ndoqi Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti u votuan në Tiranë goxha në mënyrë masive. Tani, Partia Demokratike nuk është se nuk kishte disa probleme gjatë viteve që shkuar. Po unë të them që fakti që ata performuan në atë shkallë dëshmon reputacionin e tyre dhe ndjej keqardhje që Ilir Ali Mehmeti nuk është në parlament me atë mbështetje të fuqishme që ai ka siguruar. Ka dhe për këtë është merit e tij, është një personalitet me reputacion të lartë. Por Partia Demokratike nuk ka vetëm parlamentin. A jeni penduar që keni futur 8 aleatë, zotë Berisha, në listën e koalicionit, pra 8 kandidat për deputet, një pjesë e mirë e cilëve në listën e mbyllur? Pra, ndjeni që aleatët, si thuash nga pikpamja elektorale, nuk u përgjigj me vota për çmërive? Jo, nuk u përgjigjen vota, sepse ai bëri një betejë më të egër për shkatrimin e tyre, sepse Ilir Metën e marrë në burg si të burgosur politikë dhe për urrejtje personale pa asnjë akuzë konkrete, sepse Fatmir Ediu e ndjek me proces politik, e ndjek për një proces për cilin është gjykuar para 20 vitesh dhe i cili, për cilin janë dënuar 21 vet mbi 100 vite burg. Dhe hapet çështja me një gjykatëse si ajo që e ka vendin në burg. Do vim të gjykatësa, se është dhe gjykatësa që është shtuar. Më lëni t'ju bëj një pyetje. Të themi, të marrim kështu. Për momentin gjykatësën, doktor. Tani, pra, si mund të... Po Meta dhe Idrizi ishin listë hapur. Urdhë? Meta dhe Idrizi ishin listë hapur, të dy. Po, ndikon ajo. Ndikon, sepse tek... Mi ndikon të Meta, po të Idrizi. Pa që vota kishte të një? Ose jam e vodën dhe atës ishtë vodën për dënë. Tani ka që thjesht është historia, dhe më thëmë, sepse mori Idrizat rezultat. Doktori do përgjigjet. Doktori do përgjigjet ti, e këshim bu bashkë e Po s'ka sens përgjigjet doktori për Idrizin. Ky koalicion është bazuar në rekordet elektorale. Është bazuar në rekordet elektorale të këtyre partive.